Fitnesi është ilaç i shpirtit, i zemrës, i trunit edhe trunit çlodhët. Knaqen me mu, qikat në 3 orë mas mu, ndojnë, fotografohën, javçojnë foto gjysheve, mi stimulu edhe ato mi pru këto. Lloj ushtrime që çdo ushtrim e kam me knaqësi e ushtroj, me knaqësi. Vjetë janë numër, nuk kam heq i këmë përbi, vjetë s'ka. Unë jam i Kalla Ahmeti, jetoj në Fushë Kosovë. Një ditë imën qohem heret mëngjes, si zakonisht. Mëngjesin i kry punë të shtëpisë shpejt, edhe dalë në Prishtinë. Shesh, e shititin shesh, me shoqe, shkoj të bashe, prap me shoqe, shoqrohemi, pastaj kthehemi në shoqatën e kemi afër të bashqës, aty e kam edhe motrën Fatimën, shumë afër 20 metra, shkoj edhe ato e vizitoj, edhe kthejna pastaj në shtëpi, e ha drekën, edhe kam dhe një punë, diçka që kam të kry, vajzën e kam këto, ka një vizite vajza, ose ajo vjen, edhe mbrëmje kam fitnessin. A kështë mujtë pak me nga të regu që sa ko merë është ti me fitness? Po këto që 8 vite mirëna, po ton jetën unë thamë se kemi ushtru. Si pike parë kemi ushtru në shkollë, fillore, tani të mesme, shkova në shkollë të mesme, ditën e parë që dollëm edukat fizike, profesori mbrejti se unë kam elasticitetin e eshnërave dhe jam për një shkollë tjetër me shku. Atje ke gabu profesionin, ke ardhë me një profesion të gabushëm, të tjeta dush me shku shkollë balerinë, baleti. Unë e kundërshtova, thash jo profesor se kam një arsye të fortë që kam ardhur në medicinë, edhe mendoj këto me kry, edhe më shtini me jesë më e të gishtave, edhe shumë se kisha vështirë se taman adin që shto edhe ka qenë, edhe vazhdova mjekësinë e kryta edhe që shto. E fitness vegla këm pas gjithmonë shpejt më ushtru, kom hes shumë, kom punu ditë e natë, kam qenë e shumë e gjallë, shumë aktive, e shumë e lumëtër, me të gjitha, në të gjitha pikat e jetës. Kështu që erdhë momenti që edhe erdha këto, edhe fillova në fitness. Se nuk më jetu në Preshevë, po sa u qella tje fitnessi unë. U deshtë në ardhë këto, se të isha edhe aty me hi, po ashtu i erdhë. Puna edhe erdha këto, e kisha banesën 20 vjetë për para, edhe kështu. Do më thonë ty nuk të ka shty dikush më ardhë fitness? Jo, po jo se motivi i shpirtit është, se jo, korë ish kërkush. Tregova, motra eme ushtron në shpi. Ka punë, ka obligime, i ka mjetet në shpi, ushtron. Se përgjithsi vajza e ka në shpi, me orbitreke, me trake, me karë, kanë shumë vegla që ushtrojnë në shemë. Nëse e ka punëtorin mrenda në shpe, me thonë atë objekte, dhe nuk ka mundësi me ardhe i bon në shpe. Ka njerë... Krasi me mjetët që i kejnë në shpe, këto në fitness, ato kanë dukë ma të vështira ose kishka? Po jo këto ma miro këto, po këto knaqësi është. U po thamë fitness është ilaç i zemrës, i shpirtit. Fitnessi është relax. Fitnessi ta zgjat jetën, fitnessi zbukuron, t'jep shumë imunitet, t'jep shumë knaqësi. Mesazhi im ma i mirë është fitnessit, në fitness sa ma tepër njerëz që kanë mundësi me arë në fitness edhe mu knaqë. Apo na tregon çfarë lloje të ushtrime bën ti zakonisht? Të gjitha kam me ti tregova. Tregova edhe më herët 3 lloj bicikletave. Krave. Këtë pjesë, krave të kësaj pjese. Të kombe, barkut, krejt trupit, lloj ushtrime që çdo ushtrim e kam me knaqësi e ushtroj, me knaqësi të shpirtit. A sot kanë ndihmu ty fitnesse? Mu më kanë ndihmu shumë dhe më ndihmon shumë, unë pa fitness mu i me jetu. Një dile e kemi,
Kur kaloj këtu pari e këshyri për dritare pak mirën, se më shellë është dera, nuk punon. Për ndryshe më kanë ndihmu shumë edhe më ndihmon shumë. Gjithmonë jam e lumtun, e gëzueshme, pa marrë parasysh jeta i ka ato sfidat e veta, po këtu është një relaks, një kënaqësi e madhe është. Është e papërshkrueshme. Edhe njerëz, shumë njerëz të sinqert. Pa dallim, nuk bëj dallim njerëz, po këtu shumë është sinceriteti është shumë i madh. Nëse diçka gutna me shku në shtëpi më vynë një vegël, ma lirojnë ta qika ta djemë të lurdo. Çka kanë thonë kur kanë po këto njerëzit, atë thujnë diçka? Po knaqën me mu, qikat në 3 orë mas mu, ndojnë, e fotografohën, ja qojnë foto gjysheve, mi stimulu edhe ato mi pru këto, mi motivue me të gjithë, do me thonë jam ndoshta personi ma i dashtun këto që më dojnë, po edhe unë i dua, se unë kom qef me dhonë dashuri prej vetit, aq sa kam, kam pa kufi, një vulkan kam të me dashuri. Ashtu është, i du njerëzit, i kum dasht, i du edhe kom i dasht. Për shembull, atë ka ndodhur për shembull në Voice, këtu në fitness me të pyet sa vjet i ke dhe me thonë hej shumë ajre. Jo, ato më pyesin, unë i tham nuk kam vjet. Vjet janë numër, nuk kam heq, i kum përbi, vjet s'ka. Ajo është, e bojmë një humor këtu. Edhe ato knaqën me mu. Kujt ja kishe rekomandu ti fitnessin? Të gjithve ata që kanë mundësi me ardhë. Edhe të gjitha moshave që e kanë mundësi. Fitnessi nuk është me një çmim të lartë. Unë e shembull është 75 euro për femra, po unë 65 në oferta, ka oferta të lira. E kum pagu për 2 vjet, 65 euro vitin, po knaqësi është 65 euro të shka janë ato, për një vit e me ardhë mu knaqë, ndesh ushtron 1 orë, ndesh 2, ndesh e ja 2 herë ditë ushtro. Është shumë mirë, stafi është shumë i mirë, rregullat janë rregulla. Knaqësia është knaqësi, me shoqe knaqëm, bojmë muhabet, lajmë takime, dalmi me pi kafe, por nuk ka ma mirë, nuk ka ma mirë. Kisha mi lut ata që nuk mirën me fitness, të vinë fitness, se fitnessi është i lash i shpirtit, i zemrës, i trunis edhe trunit që lodhët. është anti-stres, mjafton që stresin ti mbrëmje, asë një stres nuk e ki. Do me thonë, është eliminu gjithë shka që ke përjetu gjatë ditë, që ke pas në një vështërsi, do me thonë, eliminon stresin, nuk ki kërfar stresi, po vetëm e ki lumëturin, e ki para vetit, je i lumëtur, je i knaqën.